Stop, ndalu për 10 sekonda. Nëse sot do të thoje që një mpiksje gjaku që nis diku nga këmbët e tua mund të rritet në heshtje, pa temperaturë, pa alarm dhe pastaj të shkoj drejt mushkrive, a do ta merri seriozisht? Sepse embolia pulmonare është pikërisht kjo, një problem që duket i vogël derisa bëhet urgjencë dhe rrezikon jetën. Shpesh nis në një këmbë që fryhet vetëm nga një anë, një dhimbje në pul, një ndjesi rëndese dhe pastaj papritur gulqim, dhimbje kraharori. Sot do të ta shpjegoj qartë pse ndodh, kush rrezikon realisht, cilat janë shenjat që duhen parë me kujdes dhe nuk duhen neglizhuar dhe si mund të parandalohet pa qenë shumë vonë. Përshëndetje të gjithëve, jam Dr. Skedi Faria, themelues i K-Day Hospital dhe mjek anestezist reanimator. Sot dua të flas për embolim pulmonare me rigorozitet maksimal, sepse është një urgjencë mjekësore që shpesh përmendet, por rrallë shpjegohet në mënyrë të detajuar dhe të plotë. Embolia pulmonare është bllokimi i një ose më shumë enëve të gjakut në mushkëri. Në praktik, kjo do të thotë se gjaku nuk arrin të kalojë normalisht nëpër arteriet pulmonare për të oksigjenuar dhe si pasojë zemra detyrohet të punojë më fort, ndërsa trupi merr më pak oksigjen ndërkohë. Në shumicën dërmuese të rasteve, bllokimi shkaktohet nga një tromb, pra mpiksje gjaku, që nuk formohet në mushkëri. Trombi krijohet zakonisht në venat e thella të këmbës. Kur një pjesë e tij shkëputet, ajo udhëton nga qarkullimi venoz dhe kalon në vera të kërcilit, te vena popliteale, vena femorale dhe vena iliake. Pastaj hyn në venën cava inferiore, nga aty shkon në atrumin e djathtë. Pastaj kalon nëpër barkushën e djathtë dhe më pas në arteriet pulmonare, ku mund të ngecë dhe të bllokojë qarkullimin në mushkëri. Sa më i madh të jetë emboli, mpiksja e gjakut pra, dhe sa më afër degëve kryesore pulmonare të ndodh ky bllokim, aq më i lartë është rreziku për jetën. Për ta kuptuar pse ndodh kjo, duhet të kuptojmë bazën fiziopatologjike. Në mjekësi përdorim triadën e Virchowit, 3 kushte që kur bashkohen krijojnë terrenin ideal për mpiksje. Ngadalësimi i rrjedhës së gjakut, dëmtim i murit të venës dhe rritje e prirjes së gjakut për të mpiksur. Ngadalësimi ndodh kur njeriu qëndron në imobilizim për orë të tëra, pas një frakture, pas një operacioni, gjatë një udhëtimi të gjatë me avion ose makinë apo edhe gjatë shtatzanisë, sepse rritet presioni në venat e legenit. Dëmtimi i venës ndodh pas traumës, pas ndërhyrjeve kirurgjikale ose gjatë vendosjes së kateterëve venoz qendror apo periferik, sepse çdo trup i huaj në venë mund të irritojë endotelin dhe të nxjisë mpiksje. Rritja e prirjes për mpiksje gjaku lidhet me faktor hormonal, shtatzani, gjendje gjenetike si trombofilit, për shembull faktori 5 i Leydenit, por edhe me gjendje inflamatore dhe metabolike kur qarkullimi i gjakut dhe endoteli nuk funksionojnë më pastër. Këtu ekziston një ndarje që duhet ta bëj shumë të qartë. Embolia pulmonare, ajo që ka lidhje me ndërhyrjet kirurgjikale, nuk ka vetëm një mekanizëm. Ne flasim për 3 kategori embolish që mund të bllokojnë qarkullimin pulmonar. Embolia pulmonare nga tromboza venoze e thellë, që zakonisht shfaqet 3 deri në 10 ditë pas ndërhyrjes kirurgjikale ose edhe më vonë. Embolia gazoze, ajër që futet në qarkullimin e gjakut me efekt të menjëhershëm gjatë procedurës kirurgjikale, dhe 3 embolia dhjamore, globula dhjamor, të cilat futen në gjak gjatë ndërhyrjes kirurgjikale si liposucioni dhe krijojnë efekte të rrezikshme për organizmin, tipikisht 24 deri në 72 orë pas procedurave kirurgjikale. Për sa i përket jetës së përditshme, dominon embolia pulmonare nga tromboza venoze e thellë. Embolia gazoza lidhet më shpesh me procedura mjekësore invazive, ndërsa embolia dhjamore shihet tipikisht pas frakturave të kockave të gjata dhe në rrethana të caktuara procedurash si BBL apo liposucion. Tani do të kaloj te faktorët kryesorë të rrezikut jo kirurgjikal. Shembujt që do të përdor janë raste reale të publikuara nga Center for Disease Control and Prevention, institucioni zyrtar shëndetësor i SBA, që mbledh dhe publikon raporte të verifikuara mbi rreziqet dhe komplikacionet. Për secilin faktor do t'i shpjegoj shkurt mekanizmin dhe do ta lidh me një rast të dokumentuar, që të kuptohet se këto janë ngjarje të vërteta, jo tregime të përgjithshme, jo telenovela. Së pari, udhëtimi i gjatë me avion. Mekanizmi është klasik. Qëndrimi i ulur për shumë orë pa lëvizur e bën gjakun të grumbullohet në venat e këmbëve. Muskujt e pulpës që normalisht e shtyjnë gjakun lart, punojnë më pak. Plus dehidratimi gjatë udhëtimit e bën gjakun relativisht më të trashë. CDC e shpjegon qartë që ulja e zgjatur rrit rrezikun e trombozës venoze të thellë dhe se një pjesë e mpiksjes mund të shkëputet e të shkojë në mushkëri duke shkaktuar emboli pulmonare. Shembulli real
është Amaris White, një 25 vjeçare aktive dhe sportive. Historia e saj është publikuar nga CDC në rubrikën e tregimeve reale mbi pikësit e gjakut. Ajo udhëtoi ndërkombëtarisht, pati disa fluturime të gjata, ku flinte gjatë udhëtimit dhe lëvizte minimalisht. Dhe më pas u shfaqën shenja tipike të trombozës në këmbën e majtë. Diagnostikimi përfundoi me trombozë venoze masive dhe komplikim me emboli pulmonare. Ky rast i jep fytyrë një koncepti që njerëzit e nënvlerësojnë. Jam i ri, jam sportiv, s'më ndodh mua. Mund të ndodhe edhe ty, kur faktorët bashkohen. Së dyti, fraktura, pra thyrja e kockës së këmbës dhe imobilizimi. Këtu triada e Virchovit bëhet pothuajse manuale. Trauma dëmton enët e gjakut. Imobilizimi ngadalson rrjedhën e tij dhe inflamacioni pas traumës rrit koagulimin. Një rast i dokumentuar publikisht është David Bock. Ai u dëmtua rënd, pati thyrje të kockave në këmbë. Përballë me periudhë të zgjatur ku gjymtyra ishte e kufizuar në lëvizje dhe më pas zhvilloi trombozë venoze të thellë me migrim të mpiksjes drejt mushkrive, pra emboli pulmonare. Historia e tij është publikuar nga CDC si personal story. Ky është një skenar tipik. Pacienti përqendrohet tek fraktura dhe dhimbja ortopedike, por rreziku i padukshëm është mpiksja që formohet në venat e thella gjatë kohës që gjymtyra nuk lëviz normalisht. Së treti, trombofilit gjenetike dhe konkretisht faktori i 5 i Leiden. Kjo është një prirje e trashëguar që e rrit mundësinë e formimit të mpiksjeve të gjakut në disa njerëz, sidomos kur bashkohet me faktorë të tjetër si imobilizimi, udhëtimi i gjatë ose hormonet. Medline Plus Genetics e përshkruan faktorin e 5 të Leiden si një gjendje gjenetike që rrit rrezikun për trombozë venoze. Rasti ilustrues me emër mbi emër është Joe Haruni. Historia e tij është publikuar nga CDC. Ai fillimisht pati dhimbje dhe ëndje në këmbë, u nënvlerësua si tërheqje muskulare dhe më pas u shfaqën shenja respiratore. Më vonë, gjatë hetimit të plot, u konfirmua se kishte faktorin e 5 të Leiden dhe kjo u bë çelësi për të kuptuar pse ai ishte i predispozuar për mpiksje dhe pse familjarët e tij u këshilluan të testoheshin. Ky rast më pëlqen ta theksoj për një arsye. Njerëzit shpesh kërkojnë një shkak të vetëm, por realiteti klinik është kombinim faktorësh gjenetik plus rrethana të tjera ndikuese. Së katërti, kateteret venos, qendror ose periferik, veçanërisht kur janë afatgjatë, një term i thjeshtuar por mjekësor si PIC është kateter venos periferik me futje qendrore. Pra një tub i hollë që futet nga një venë e krahut dhe avancon deri në venat e mëdha qendrore për terapi afatgjatë. Këtu mekanizmi është dëmtim i endotelit, nga ku mpiksja e gjakut mund të nisë. Rasti real është Colin Ditz, i publikuar nga CDC. Ajo kishte patur nevojë për një linjë PIC për antibiotik dhe më pas përjetoi simptoma që u vërtetuan si mpiksje të mëdha në mushkëri, pra emboli pulmonare. Kjo histori ndihmon njerëzit të kuptojnë diçka të rëndësishme. Edhe kur një pajisje mjekësore është e domosdoshme, ajo kërkon vëmendje ndaj shenjave paralajmëruese dhe kontroll mjekësor të menjëhershëm nëse diçka nuk shkon si më parë. Së pesti, shtatzania. Shtatzania është një gjendje fiziologjike prokoaguluese. Organizmi rritë prirjen për mpiksje gjaku si mekanizëm mbrojtës ndaj gjakrrjedhjes, ndërkohë që rritja e mitrës ngadalson rrjedhjen e gjakut nga gjymtyrët e poshtme. CDC e liston shtatzanin si faktor që rrit rrezikun e mpiksjeve të gjakut. Një rast real me emër mbi emër është Debra Turner Bryant. Historia e saj është publikuar nga CDC dhe tregon se ajo u diagnostikua me mpiksje gjaku gjatë shtatzanisë dhe u përballë me komplikime të lidhura me trombozën. Kjo është arsyeja pse në shtatzani ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm me shenja si ëndje e njëanshme, dhimbje e vazhdueshme në pulp ose vështirësi e papritur në frymarrje, sepse këto nuk duhen justifikuar me lodhje të shtatzanisë pa vlerësim mjekësor. Tani kaloj te 3 faktorë që njerëzit i dëgjojnë shpesh, por nuk i lidhin menjëherë me mpiksjet e gjakut. Mbipesha, duhanpirja dhe kolesteroli i lartë. Mbipesha, në mënyrë të thjeshtuar, lidhet me një ngadalësim relativ të rikthimit të gjakut drejt zemrës dhe me një gjendje inflamatore kronike të nivelit të ulët, e cila e bën sistemin vaskular dhe mekanizmat e koagulimit të gjakut më reaktiv ndaj stresit, imobilizimit dhe traumës. CDC e liston obezitetin si një faktor që rrit rrezikun për mpiksje gjaku, veçanërisht gjatë udhëtimeve të gjata ose pas nëshyrjeve kirurgjikale. Si rast ilustrues me emër dhe mbiemër, mund të përmend Salonda Ripley Wheeler, historia e së cilës është publikuar nga CDC. Ajo përshkruan se kishte disa faktorë rreziku të kombinuar, përfshirë mbipeshën dhe një periudhë imobilizimi, si dhe simptomat fillestare u nënvlerësuan derisa u diagnostikua me trombozë dhe emboli pulmonare. Mesazhi i këtij rasti është fakti se mbipesha vepron si një faktor i heshtur, që rrit ndjeshëm rrezikun biologjik dhe shpesh bëhet i dukshëm vetëm kur ndodh gjendja akute.
Duhanpirja nga ana tjetër dëmton endotelin, pra shtresën e brendshme të enëve të gjakut, rrit stresin oksidativ dhe e orienton organizmin drejt një gjendje më prokoaguluese, sidomos kur bashkohet me imobilizim, kirurgji ose faktorë të tjerë shoqërues. Një shembull real i publikuar nga CDC është Tom Hogan, i cili përshkruan se si simptomat respiratore fillestare u ngatruan me probleme të zakonshme pulmonare, ndërkohë që në realitet po zhvillohej një emboli pulmonare. Historia e tij tregon qartë se te duhanpirësit kulçimi, kollitja ose dhimbja torakale shpesh interpretohen gabimisht si probleme nga duhani, duke vonuar diagnozën. Sa i përket kolesterolit të lartë, duhet të jem shumë korrekt. Kolesteroli i lartë është faktor shumë i rëndësishëm për sëmundjet arteriale, si infarkti dhe iskemia, ndërsa piksjet venoze dhe embolia pulmonare janë dimensione pak më ndryshe. Megjithatë, në praktik, kolesteroli i lartë shpesh vjen si pjesë e sindromës metabolike bashkë me bipeshën dhe sedentarizmin, dhe ky kombinim e bën sistemin vaskular më të stresuar dhe organizmin më inflamator. Pra jo sepse kolesteroli i lartë e shkakton direkt piksin e gjakut, por sepse shpesh është shenjë e një profili risku ku bashkohen faktorë të tjerë më të fortë. Për këtë arsye, unë e vendos gjithmonë në kontekst. Nuk e dramatizoj si shkak unik, por nuk e injoroj si sinjal që profili i rrezikut mund të jetë i rritur. Tani, cilat janë shenja që publiku duhet i njohë pa diskutim? Embolia pulmonare nga tromboza venoze e thellë numëron këto simptoma tipike: ëndje e një anshme e këmbës, dhimbje në pulp ose në kofsh, lëkurë e skuqur dhe e ndjeshme në prekje. CDC e rendit qartë ëndjen dhe dhimbjen si shenja tipike, dhe po ashtu e rendit kulçimin, dhimbjen e krahërorit që përkeqësohet me frymarrje ose koll, rrahjet e shpejta të zemrës, kollitjen me gjak, marrëmendjen ose të fiktin si shenja të embolisë pulmonare që kërkojnë vlerësim të menjëhershëm. Këto nuk janë simptoma për të parë pas 2 ditësh, kur gulqimi vjen papritur, kur dhimbja e krahërorit lidhet me frymarrjen ose kur ka të fikët, kjo është urgjencë. Tani kalojmë te kirurgjia estetike dhe embolia pulmonare, të cilat janë 2 tema që shpesh nuk vendosen në të njëjtën fjali. Në realitet, nga pikpamja mjekësore, çdo ndërhyrje kirurgjikale që zgjat në kohë krijon inflamacion sistemik dhe shoqërohet me imobilizim. Fut pacientin automatikisht në një kategori rreziku për trombozë venoze të thellë dhe në rastet më të rënda për emboli pulmonare. Ky rrezik nuk ka të bëjë me estetikën e ndërhyrjes, por me fiziologjinë e trupit të njeriut dhe mënyrën se si ai reagon ndaj traumës kirurgjikale. Le ta themi qartë, vetë akti kirurgjikal është një faktor rreziku. Gjatë operacionit ndodh një aktivizim i sistemit të koagulimit, rritje e faktorëve inflamator, ndryshim i qarkullimit periferik dhe shpesh ndalim i përkohshëm i lëvizjes së gjymtyrë. Kur këto kombinohen me faktorë individuale si mbipesha, duhanpirja, përdorimi i hormoneve, predispozita gjenetike ose kohëzgjatja e madhe e ndërhyrjes, krijohet terreni ideal për formimin e trombit. Te liposuccioni, rreziku ka 2 dimensione të ndryshme, por të lidhura ngushtë. I pari është rreziku trombotik klasik, operacioni, inflamacioni dhe imobilizimi. I dyti është rreziku specifik i embolisë diamore. Gjatë thithjes së dhiamit, qelizat diamore mund të futen në qarkullimin e gjakut, veçanërisht nëse sasia e thithur është e madhe ose teknika nuk është e kontrolluar. Për këtë arsye, në literaturën ndërkombëtare dhe në praktikën klinike serioze ekziston një kufi i qartë sigurie: 5 deri në 6 litra dhiam në një seancë, jo më tepër. Sa më shumë dhiam të thithet, aq më shumë rritet probabiliteti që një pjesë e tij të hyjë në qarkullim dhe të përfundojë në mushkëri. Embolia dhiamore shfaqet zakonisht 24 deri në 72 orë pas ndërhyrjes, me shenja respiratore, takikardi, konfuzion dhe ulje të oksigjenimit. Kjo e bën edhe më të rrezikshme sepse mund të shfaqet kur pacienti mendon se operacioni ka kaluar dhe ai tashmë është i shëruar. BBL ose Brazilian Butt Lift është një nga ndërhyrjet estetike më të diskutuara dhe më të rrezikshme në botë, pikërisht për shkak të embolisë, veçanërisht embolive dhiamore fatale. Rreziku kryesor lidhet me injektimin intramuskular të dhiamit. Muskuli gluteal është jashtëzakonisht i vaskularizuar. Nëse dhiami injektohet në muskull ose në plane të thella, globulat dhiamor mund të hyjnë direkt në enët e gjakut dhe të udhëtojnë drejt mushkërive. Kjo është arsye pse në vitet e fundit shumë shoqata shkencore kanë ndryshuar udhëzimet dhe kanë theksuar se dhiami duhet të injektohet vetëm në indin dhiamor subkutan, jo në muskull. Raste fatale të raportuara publikisht në SBA, Amerikën Latine dhe Turqi kanë treguar se embolia dhiamore pas BBL mund të ndodhë brenda minutave ose orëve pas operacionit dhe shpesh ka qenë fatale. Pikërisht për këtë arsye, BBL konsiderohet sot një ndërhyrje me risk të lartë, që kërkon përzgjedhje shumë të kujdesshme të pacientit dhe respektim absolut të teknikave të sigurta kirurgjikale. Mami Makeover
që e dëgjojmë shpesh, përfaqëson një kapitull më vete në diskutimin mbi embolim pulmonare. Nuk është një ndërhyrje vetme, por një kombinim ndërhyrjesh, abdominoplastik, liposucion, ndërhyrje në gjoks, ndonjëherë edhe ndërhyrje të tjera shtesë. Kjo do të thotë operacione që zgjasin 8 deri në 10 orë ose më shumë. Humbje gjaku, inflamacion i përgjithshëm i organizmit dhe një periudhë e konsiderueshme imobilizimi pas operacionit. Të gjitha këto element aktivizojnë në mënyrë maksimale triadën e Virchowit. Nuk është rastësi që vitet e fundit janë raportuar 10 vdekje të pacientëve britanik në Turqi pas momi makeover, kryesisht të lidhura me trombozë venoze të thellë dhe emboli pulmonare. Këto raste kanë ngritur alarmin ndërkombëtar mbi rrezikun real të kësaj ndërhyrje kur kryhet pa protokolle të rrepta sigurie ose kur koha kirurgjikale tejkalohet pa arsye mjekësore. Nga pikpamja statistikore, të dhënat ndërkombëtare janë të qarta. Pa profilaksi, deri në 40-60% e pacientëve kirurgjikal me risk të lartë zhvillojnë trombozë venoze të thellë subklinike. Rreziku i embolisë pulmonare simptomatike pas ndërhyrjeve kirurgjikale varion nga 0.5% deri në 2%, në varësi të llojit të operacionit dhe faktorëve individual. Mortaliteti, pra vdekshmëria nga embolia pulmonare masive mund të arrijë në 30% nëse nuk diagnostikohet dhe trajtohet në kohë. Në kirurgjinë estetike, rreziku absolut është më i ulët se në kirurgjinë onkologjike ose ortopedike të madhe, por rritet ndjeshëm në ndërhyrjet e gjata dhe të kombinuara, si mami makeover ose BBL. Përballë këtij realiteti, protokollet parandaluese ndërkombëtare janë shumë të qarta. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, CDC, theksojnë se trombozat dhe embolia pulmonare janë shpesh të parandalueshme përmes identifikimit të hershëm të rrezikut dhe zbatimit të masave profilaktike. Shoqata Europiane e Kardiologjisë dhe American College of Chest Physicians rekomandojnë vlerësim formal të riskut trombotik për çdo pacient, përdorim të profilaksisë mekanike dhe farmakologjike sipas nivelit të riskut, mobilizim të hershëm dhe monitorim aktiv pas operacionit. Këto nuk janë sugjerime teorike, por standarde që dallojnë një strukturë spitalore serioze nga një strukturë tjetër që improvizon. Në Kate Day Hospital, këto protokolle nuk janë thjesht të shkruara në letër, por janë pjesë e praktikës së përditshme. Çdo pacient vlerësohet në mënyrë të strukturuar për rrezik trombotik para operacion. Ne nuk fokusohemi vetëm tek rezultati estetik, por tek siguria afatgjatë e pacientit. Eko-Doppler i gjymtyrëve të poshtme kryhet para ndërhyrjes për të përjashtuar trombozat të heshtura. Në sallën e operacionit dhe në repart përdorim pompa antitrombotike në mënyrë sistematike. Aktualisht kemi investuar në 10 pompa antitrombotike, sepse për ne profilaksia mekanike nuk është opsionale. Pas operacionit, pacienti ne as nuk e lëm rehat e as nuk e lëm të ikë me idenë se gjithçka ka përfunduar. Një eko-Doppler kryhet një ditë pas ndërhyrjes dhe kontrollet vazhdojnë gjatë ndjekjes. Një pacient ndahet nga keq me 4 deri në 5 eko-Doppler, sepse ne e dim që realiteti njerëzor nuk është perfekt. Jo të gjithë mbajnë çorapet antitrombotike, jo të gjithë lëvizin siç duhet, jo të gjithë hidratojnë trupin në mënyrë adekuate. Ne nuk supozojmë, ne kontrollojmë. Dhe tani, për te atyre rasteve të CDC, po ju tregoj një rastin ton konkret. Në dhjetor 2025, pacientja italiane AM ushtrua në Kate Day Hospital për mastoplastik reduktive, pra zvoglim të gjoksit, për shkak të hipertrofisë mamare bilaterale të shoqëruar me dhimbje shpine. Ekzaminimet paraoperative rezultuan brenda normales dhe u zbatua protokolli i parandalimit tromboembolik. Eko-Doppler i gjymtyrëve të poshtme para ndërhyrjes me rezultat normal, vendosje e çorapeve elastike para operacionit të rekomenduara për 1 muaj, përdorim i pompave antitrombotike gjatë ndërhyrjes dhe në fazën postoperatore si dhe profilaksi me Clexane, pra hollues gjaku. Operacioni u krye me sukses. Pacientja u monitorua në repart me parametra vital në normë dhe u largua në gjendje të mirë me terapi të përcaktuar, antibiotik, analgjezik sipas nevojës, gastroprotektor, Siben dhe Clexane 4000 unite për 7 ditë, si dhe rekomandim për 30 ditë pushim. Gjatë periudhës së parë postoperatore, pacientja u akomodua në hotelin e klinikës Kate. Në datën 22 dhjetor 2025, ajo u rikthye duke referuar dhimbje në gjymtyrën e poshtme të majt. Eko-Doppler fillestar ishte pa evidencë tromboze të venave të thella. Ndaj u vendos kontroll i afërt pas 24 orësh dhe konsult angiologjike. Në kontrollet e mëvonshme pas vlerësimeve të përsëritura u konfirmua trombozë e venës peroneale të majt.
një segment prej rreth 80 mm me mbyllje të plot të kanalit të venës. Prandaj terapia u intensifikua, u dyfishua holluesi i gjakut dhe u rekomandua kufizimi i udhëtimeve. Mëtej u planifikua edhe kalimi në terapi të tjera si dhe kontrole të vazhdueshme, me ekodoppler dhe vizitë angjologjike. Rasti u identifikua herët falë zbatimit rigoroz të protokolleve të kontrollit dhe reagimit të menjëhershëm. Gjatë ndjekjes u dokumentua trombi në gjymtyrën e poshtme. Pacientja ishte klinikisht stabil, por rreziku kërkonte veprim të shpejtë. U organizua menjëherë konsult me angjologun dhe u krye skaneri pulmonar me kontrast në spitalin gjerman për të vlerësuar përfshirjen pulmonare dhe për të orientuar trajtimin e mëtejshëm. Më pas u vendos intensifikimi i terapisë me heparin, Clexane, dhe u përcaktua një plan ndjekje me kontrole të programuara, hemogram, faktor koagulimi, vizitë angjologjike, ekodoppler bilaterale dhe angiotiqi pulmonare sipas indikacionit. Trombi u trajtua në fazë të hershme dhe u menaxhua pa komplikacione. Ky rezultat nuk ishte fati i mirë, por pasojë e një sistemi të strukturuar monitorimi dhe ndërhyrje të menjëhershme në situata potencialisht të rrezikshme. Dhe a e dini se sa i kushtoi pacientes ky shërbim? Të gjitha këto ekzaminime, vizita, analize, përkushtim, e gjithë kjo kushtoi vetëm 0 euro, sepse për Kate nuk ka gjë më të rëndësishme se sa jeta dhe shëndeti i pacientit. Mesazhi final është i thjeshtë dhe etik. Embolia pulmonare nuk është një aksident i paparashikueshëm, por një rrezik i njohur që mund dhe duhet të menaxhohet. Kirurgjia estetike nuk është e përjashtuar nga ky realitet biologjik. Siguria nuk vjen nga premtimet, por nga protokollet rigoroze, nga monitorimi dhe nga ndërhyrja e hershme. Përgjegjësia e strukturës mjekësore është të mbrojë jetën dhe shëndetin e pacientit. Faleminderit për dëgjimin.